Përshëndetje. Në këtë episod të podcastit Shëndet do të flasim për një problematikë shëndetësore, e cila sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është përhapur shumë vitet e fundit, ndërkohë që në të njëjtën kohë mbetet e neglizhuar. Bëhet fjalë për anemi. Për të folur për këtë temë, kemi të ftuar mikun Sotiraç Lako, hematolog, i cili është një ndër specialistët më të mirë në këtë fushë në Shqipëri. Përshëndetje doktor, kënaqësi që ju kemi në podcast. Për ta nisur biseda, çfarë është anemia dhe cilat janë simptomat e hershme që sinjalizojnë këtë sëmundje? Anemia është problemi mjekësor i shpeshtë. Aneminë e vlerësojmë nga vlera e hemoglobinës dhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë quhet anemi te një femër adulte kur hemoglobina është poshtë 12 gram për decilitër, pra 1,9 e poshtë. Dhe tek meshkujt poshtë 13 gram për decilitër, pra 2,9 gram për decilitër e poshtë. Vlerat normale të hemoglobinës për femrat janë nga 12 deri në 16 gram për decilitër dhe te meshkujt nga 13 deri në 16,5 gram për decilitër. Pastaj për moshat të tjera është në varësi edhe të moshës. Për shembull fëmijët. Te fëmijët deri në moshën 5 vjeç quhet anemi kur hemoglobina është poshtë 1 gram për decilitër dhe për moshat më të rritura deri në 1,5 gram për decilitër. Klinika e anemisë nuk varet vetëm nga thjesht prania e hemoglobinës së ulët, por varet edhe nga mosha e pacientit, sa më e re jetë mosha e pacientit, aq më mirë suportohet anemia, varet nga shpejtësia me cilën instalohet anemia, një anemi që instalohet gradualisht, që janë anemi nga mungesa e egrë, nga mungesa e vitaminave, janë anemi që nuk kanë klinikë të shprehur, përkundërsa ato që vijnë nga instalimet e menjëshme, siç janë nga hemoragjika akute apo shkëmbim të shpejtë vllazë të kuqe, klinika është më e shprehur. E treta varet nga thellësia e anemisë. Ne në Shqipëri aneminë e ndajmë në anemi të lehtë, të mesme, të rëndë, nga vlera e hemoglobinës dhe nga vlera 12 ose 2,9 ose 1,9 tek meshkujt e femrat përkatësisht deri te 9 flasim për anemi të lehtë, 9 deri 7 mesme dhe në 7 gram për decilitër anemi e rëndë. Varet edhe nga aktiviteti fizik i pacientit. Duhet ta theksojmë që anemia e ka të shprehur ankesat në aktivitet fizik, ndërsa në qetësia është më pak e shprehur klinikisht. Po cilat janë simptomat që shfaqen? Po, simptomat pothuajse njerëzit i dinë, janë lodhje, këputja, dhimbje kokë, sidomos pjesën e prapme të saj, marrje me shumë rrëvesh, miza parasyve, vështirësi inflamare, sidomos kur gjithë shkallë, janë lëvizje, kur ke anemi që instalohet shpejt e raje të shpejta zemrës ose dhimbjet e gjoks. Po në fizik, për shembull në lëkurë, në flokë. Do ta theksojmë që ngjyra e lëkurës përcaktohet nga numri i masave të gjakut dhe nga sasia e hemoglobinës, kështu që kur paksohet hemoglobina nuk kupton që edhe ngjyra e lëkurës është e zbetë. Po çfarë shkakton? Ndikon stili jetesës? Shkaqet nga vjen anemia janë nga më të shumta. Ne i ndajmë në grupe ato që vijnë nga mosprodhimi në sasinë e dur, nga parca kuqe kockave, ato që vijnë nga humbja e ruazave të kuqe dhe ato që vijnë nga shkatërimi më shpesh se ç'duhet i ruazave të kuqe. A ka raste kur anemia nuk shkaq simptoma? Për shembull, një person mund të jetojë disa vite me atë sëmundje, por nuk thamë që moshat e reja dhe anemitë e lehta përgjithësi suportohen mirë dhe për këtë arsye dhe nuk vlerësohen. Zakonisht, doktor, analizat janë shumë të rëndësishme, analizat e gjakut, sa shpesh duhet i bëjë një person? Ka ndryshuar kohë, më përpara nuk i kushtonin një më madhe, tani njerëzit një duan çdo 6 muaj, një çdo një vit. Nuk ka një datë fikse. Shpesh thuhet që gjinia femrore preket më shumë nga anemia, sa e vërtetë është kjo? Femrat në periudhën e riprodhuese nga puberteti deri në menopauzë kanë gjargëre përsëritura nga cikli menstrual. Do ta theksojmë që gjaku e ka ngjyrën e kuqe pikërisht nga ruazat e kuqe të gjakut, ruazat e kuqe nga hemoglobina nga unaza hemi që në qendër ka hekuj. Kështu që problemi më i madh mjekësor në botë është mungesa e hekujt, për këtë arsye dhe anemia nga mungesa e hekujt është anemia më shpesh. Femrat kanë ciklin menstrual, mbasin çdo muaj gjak, ndoshta disa herë më shpesh. Për këtë arsye muajin nga mungesa e hekujt dhe pasojë mungesa e hekujt dhe anemia nga mungesa e hekujt. Pastaj femrat gjatë kësaj periudhe kanë edhe periudhat e shtatzanisë, janë periudha ku nuk ka cikël menstrual, por shtohet konsumi i hekujt, pastaj vjen lindja, qoftë në operacion, qoftë lindja natyrale. Sa e rrezikshme është në shtatzani anemia? A ndikon kjo në
Tek fëmija në zhvillimin fizik apo nëse flasim për anemi nga mungesa e hekurit, fëmija e me hekurit nga e që muan është mena. Sepse ne një sasi hekurit e marim, gratë e marim, sidomos sot, marim të suplementet e grosë si do të kanë 28 mg hekur, kur ditë që 14 mg hekur i duhet menës për vete, në ditë dhe 14 mg duhet për fëmijë. Por nëse nëna është me mungesë hekuri, atëre suplementet ditore nuk janë mjaftueshme për të mbushur depot e hekur. Kështu që në këtë rast ne japim mjekim, dhe mjekim me suplementet janë krejt të ndryshëm. Suplementi ditor është 4 mg hekur në ditë, ndërsa mjekimi është 180 deri në 200 mg hekur elementar. Po në rastet kur një grua shtatzan diagnostikohet me anemi gjatë shtatzanisë, çfarë masash duhet marrë? Gjë e parë që duhet bëjmë femra është vetë sa është niveli hekurit në gjatë. Mund ta kesh hemoglobinë normale, po nuk kesh mungesë hekur. Një pjesë e grave shtatzan mund kenë anemi të veta të lindura, siç është talasemia minor. Prandaj zëtitët që ne kërkojmë është dhe elektroforesa hemoglobinës një jetë duhet bërë. Kështu që shpeshherë gratë hyjnë me mungesë hekur dhe anemi nga mungesa e hekurit në shtatzani. Për disa shtatzania është një periudhë e mirë sepse nuk ka cikël menstrual dhe është më lehtë për të korrigjuar aneminë dhe mbushur depot e hekurit. Por në disa raste kur nëse konsumi i hekurit shtohet, bëhet më e vështirë ta korrigjosh. Ai më tepër që shtatzania është një çike vështirë sepse shpeshherë kanë vështirësi nga shtatzania siç janë të vjellat dhe kjo bën të vështirë mjekimin e hekur nga goja. Duke tekstuar që hekuri nëse rronë në tërmëron e parë të shtatzanisë nuk lejohet. Në lidhje me ushqimet, ndoshta nuk ka ushqime që janë të mira, po ushqime që pengojnë përthitjen e hekurit ka? Ne paku kushtojmë vëmendje ushqimeve sepse në librat tonë nuk është shkruar që mungesa e hekurit është pasojë e mosmarrjes së hekurit në ushqime. Mungesa e hekurit është pasojë e humbjes së hekurit dhe hekuri mbet me anë të gjakut, mbet me anë të djersës të gratë që ushqejnë fëmijët me gjime anë trumshit dhe me anë të epitelit, kështu që ne problemin kryesor kemi me humbjen e hekurit, jo me marrjen e hekurit. Hekuri nuk mungon në asnjë lloj ushqimi sepse ndodhet si në ushqimet primore dhe shtatzore. Sigurisht që hekuri më i pasur, ushqimi më i pasur me hekur është mishi i kuq ose vetmërçia. Vetë doza ditore mjekuese është 180 deri në 200 mg hekur elementar në ditë, që është varësisht baraz me rreth 5 kg mish të kuq në ditë. Pra është praktikisht e pamundur të korrigjohen depot e hekurit me anë të ushqimeve, kështu që ne nuk e kushtojmë asnjë vëmendje qoftë si shkaktar të mungesës së hekurit, qoftë si korrigjues të mungesës së hekurit. Mungesa e hekurit po instaluar dhe po nuk morëm mjekimin e dur, dozën e dur, kohën e dur, ngjelet për gjithë jetën e pakorrigjuar. Sa i përket ushqimeve që pengojnë thithjen e hekurit, po ato që përmbajnë kalcium pengojnë thithjen e hekurit. Por kjo nuk vlen kur ne japim, nuk vlen. Sigurisht që ka një lloj ndikimi, por është i papërfillshëm kur ne japim doza mjekuese. Siç thamë, doza mjekuese është 180 deri në 200 mg hekur elementar në ditë dhe nga kjo na duhet të thithet rreth 50-60 mg hekur. Dhe gjithë pjesa tjetër është teprisë që eliminohet në anë të nevojës. Mund të ikën 1 mg nga qumshi, kafja, kosi, por nuk na prish në një punë. Kështu që praktikisht nuk i kushtojmë asnjë lloj vëmendje ushqimeve në punën tonë. Njerëzit duhet të jenë të ndërgjegjshëm. Në këtë rast, si trajtohet anemia? Njerëzit duhet të jenë të ndërgjegjshëm që shkaku është humbja e hekurit, jo problem në marrjen e hekurit. Kështu që nëse kemi një femër që është duke ankuar për mungesë e hekurit, anemia nga mungesa e hekurit nuk e ka nga ushqimi, por e ka në përgjithësi nga cikli menstrual. Kështu që për të zgjidhur një problem është e para elimino shkakun, e dyta korrigjo pasojën. E mjeta që kemi në Shqipëri është se ne nuk trajtojmë shkakun, nuk pranojmë të marrim kontraceptiv për të rregulluar ciklin menstrual dhe për këtë arsye mjekojmë her pas here pasojën. Kështu që ne preferojmë jo kontraceptiv, por të marrim sa më gjatë hekur. Kjo kundërta është në vendet e zhvilluara. Po, sipas OBSH-s ka dhe një rritje të rasteve tek fëmijët. Si mund trajtohet, nga se vjen kjo tek fëmijët? Kjo në fillim fillon që në ushqyerjen e fëmijëve me gjin, nëse një nën vuan nga mungesa e hekurit, nuk ka çekur të japë fëmijëve nga qumshit. Dhe ata në muajt e parë sigurisht do marrin hekur dhe do ta marrin hekur nga nëna, nëna s'ka shtu japë rrjedhimisht. Dhe fëmija do fillojë gjën fillim të vetë atë vuajnë nga mungesa e hekurit. Si trajtohet tek fëmijët?
Para nëse ke një nën që ushqen fëmijën me gjellë dhe ai është duke marrë vetëm qumshin e gjellit, mjekon me anën teatrësh e kur dhe fëmijës. Pastaj kur vjen ushqyerja me ushqimet e zakonshme do marrin dhe hekur. Po nëse anemia nuk trajtohet qoftë tek të vegjëlit, por edhe tek të rriturit, çfarë pasojë sjell kjo në shëndet? Atë mentalitetin që kemi neve që po vuajtë nga anemia, nga mungesa e imunitetit do shkaktohet kancer e janë budalliqe. Në fakt, nuk ndodhin tilla gjëra, sigurisht që po patë anemi, po patë mungesë eku, po patë anemi nga mungesa eku, qoftë anemi të tjera, do kesh ankesa të anemisë të cilat nuk është se t'japin një kënaqësi në jetë. si për shembull, Po lodhja, këputja, marrja me shumë përveç, nisa para syve, mungesa eku t'je punge përqendrimi, tinge kyçës, të cilat nuk janë gjëra të kënaqshme. Si shtrohurin efikasitetin në punë dhe në vendet e zhvilluara i kushtohet vëmendje, sepse atyre u duhet sa më shumë rendiment. Për këtë arsye i nxisin ose ja ushqimeve imprenjuar në hekur, po të shikoni biskotat, qumshet që vinë nga jashtë janë të gjithë imprenjuar në hekur. Ndërsa ne japim qumësh lopë, ai sa hekur ka vënë. doktor, po në rreth miteve që ka për aneminë, ju përmendët një po mund natoni dhe disa tjera që njerëzit nuk duhet t'i besojnë. Për shembull, ka shumë nëna që besojnë nëse ushqen shumë fëmijë në qumë shfaq anemi. Po, para një qumshi nuk ka shumë ekur qumshit që ne marrin drejt për drejt nga lopë. Jo imprenjojnë hekur qumshit biskotave, pra i qumshit që blej këto formulat, shikojnë sa hekur ka, po kështu biskotat shikojnë sa hekur ka, që aty fillon një duke marrë hekur ose jo. Pastaj sigurisht që kur themi që qumshi në kupton që ka kaqën, me kaqën ka një lloj indikimi në atë sasinë ditore të hekur që ne marrim, por është ndryshe kur ne japim doza mjekuese, ka aty edhe për të thithur edhe për të lënë. Po lidhje me faktin që thon, faktin ose mitin që gratë janë gjithmonë vetëm gratë preken nga anemia. Po kjo s'është mit, është vërtet. Gratë vuajnë nga mungesa e ekut, përjellojnë nga anemia nga mungesa e ekut. Sa kohën të janë meshkuj nga mungesa e ekut. Femrat kanë sepse kanë ciklin menstrual. Nuk ka Ne në Shqipëri, po ka një rast kur kanë gjaktësi me ciklull nga hemoroidet. Po ajo është e zgjidhshme sepse mjafton të eliminosh shkakun, korrigjosh pasojën, një sëmundje shërohet. Në këtë rast ne shkojmë te specialisti, rregullojmë gjaktësinë nga hemoroidet, korrigjojmë pasojën, në këtë rast shërohet. Ndërsa femrat në vendin tonë për shkak mentalitetit kanë zgjedhur rrugën jo të drejtë. Ato pranojnë të mos marrin kontraceptiv, por të trajtojnë her pas here mungesën e ekur. Kur vjen jashtë, bëjnë të kundërt, marrin kontraceptiv dhe shpëtojnë nga mungesa e ekur. Varet se çfarë strategji mendoni se ka një mungesë kulture në Jo, mos e quajmë mungesë kulture, këtë lloj nuk e quajmë mungesë kulture se edhe kontraceptivët nuk janë preparate ideale. Ka nga 10 mjete të tyre. Të ne dominon kjo lloj mentaliteti që efektet anësore të kontraceptivit janë më të mëdha se sa nga ankesat e vazhdueshme të anemisë, edhe nga krahasim me marrjen e ekur. Por si femër ka mbyllur për lindjen e fëmijëve, pra është 40 vjeç, ka një cikël menstrual të bollshëm dhe do i presin derisa vi menopauzë të ndalojnë ciklin menstrual, se aty shpëtojnë femrat mirë kur bjen menopauzë. Atëherë i thonë të mbasi 10 vjet nga jeta e vet në një gjendje të lodhur, këputur, i papërqendruar, shkon në shtëpi flegjum. Ndërkohë kur ajo mund të ketë një zgjidhje, cilat janë zgjedhje. O do pish kontraceptiv nga goja, që ne nuk e bëjmë, o do vendosësh kontraceptiv lokal, pra këto spiralet ose mirena. O i që mitrën, nëse pjus të pushon gjakderdhja, mitra për çfarë duhet, ne kemi mbyllur muhabet e karamale, ka që ka detyrën mitra, sa për të lindur karamale. Më pas është thjesht muhabet gjakderdhje dhe kancer. Kontraceptiv ka plot, mjek ka plot që japim, mentaliteti është i tillë që nuk duam ta përdorim. Okej, doktor, faleminderit. Për ta përmbyllur bisedën, çfarë këshillë tjetër do t'ju jepni ndjekësve që po na ndjekin në lidhje me se si ata të kujdesen që mos zhvillojnë anemi, të paktën nuk e kanë në dorë, sepse ju shikoni që mungesa e ekut, anemia nga mungesa e ekut është problem kryesor i femrave në periudhën riprodhuese. Dhe këtu çdo gjë është e lidhur me ciklin menstrual. Dhe po nuk rregullove ciklin, do të jesh i përgatitur që do vuash nga pasojat. Dhe cilat janë pasojat? Mungesa e ekut, anemia nga mungesa e ekut.
Ne hematologët jemi gjithmonë të gatshëm të korrigjojmë pasojën, por nuk i bëjmë asnjë gjë shkaku. Kemi një lloj si të depozito lakte pallat. Ne sjellim ujin, po hapën çesma, depozito do zbrazet prapë. Dhe ky muhabet do vazhdoj për aq kohë sa ke një cikël menstrual të bollshëm, të zgjatur, të shpeshtë. Kështu që në varet se çfarë studimi ke. O do rregullosh shkakun dhe të shpëtosh nga pasoja, o nuk do rregullosh shkakun dhe do vuash nga pasoja pastaj. Anemia nga mungesa e egrë, anemia nga mungesa e egrë ka një të mirë që janë plotësisht të korrigjueshme nga mjekimet dhe janë plotësisht të shërueshme nëse eliminon shkakun ose shkaqin. Kur vjen menopauza, eliminohet shkaku, shpëtojnë femrat nga mungesa e egrë, nga anemia nga mungesa e egrë. Çdo humbje gjaku është shkaktari mungesë egrë, pra humbje gjaku nga onda, humbje gjaku nga hemoroide, ndurimi i gjakut, humbje gjaku nga cikli menstrual, humbje gjaku nga veshkat, nga vezika urinare. Këta ose shumë problemet me tiroiden ose... Tiroidja nuk shkakton mungesë egrë. Mungesa e egrë është humbje e gjakut ose humbje nga anë të djerës. Sportistët në përgjithësi kanë nga humbja nga anë të djerës. Kështu që ne gjithë prioritetin e kemi tek humbja e gjakut. Edhe dhurimi i gjakut është humbje hekulli. Humbje e hekulli e kulturuar, 400 ml gjak, ikin 200 mg hekull, një femër ka vetëm 600 mg hekull, ja thonë bëj 3 dhurime e zbrazet e hekull. Dhe po nuk u mjekove si duhet, ajo ngelet për gjithë jetën pa korrigjuar. Okej, doktor. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit.